Çdo ndryshim në organizimin administrativ territorial si e pasoja jote në administratë, në aspektin institucional dhe administrativ, por dhe në mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike, në përfaqësimin e qytetarëve në administrimin territorial dhe në zhvillimin ekonomik social të zonave përkatëse. Të gjithë jemi përfaqësues të këtij komiteti dhe jemi gatuar që do të punojmë në interes të qytetarëve dhe të respektimit kushtetues të ligjit. Të nderuar antar të Këshillit Bashkiak, të nderuar qytetarë pjesëmarrës në këtë mbledhje. Jemi sot përpara një fakti. Komisioni i Reformës Territoriale Administrative ka propozuar në Kuvendin e Shqipërisë në fund të korrikut 2026 shkrirjen e 15 bashkive të Shqipërisë midis të cilave përfshihet dhe Bashkia Dimali. E befasuar nga ky fakt, e ka mbajtur qëndrimin tim publik në lidhje me këtë çështje. Dua të sqaroj se nuk haroj që nuk do të isha kurrë në këtë detyrë, pa mbështetjen e plot 3 herë të kandidaturës sime nga Partia Socialiste dhe pa votbesimin e mbështetjen po kaq herë të qytetarëve të komunitetit në çdo kandidim tim. Dimali ka ekonomi. Evidencat vërtetojnë që Dimali ka ekonomi me nivel diversifikimi më të lartë në rajon dhe në mos është posedon gjithë potencialin për të shndruar në polin ekonomik zhvillimor e prodhues në Rang Qarku. Burimi potencialit ekonomik të zonës janë fermerët dhe bizneset tona të grumbullimit dhe agropunimit, të cilat ja kanë dalë me sukses të konkurrojnë në tregjet ndërkombëtare. Shpirti sipërmarrës i njerëzve tanë ka bërë të mundur që sot Dimali të jetë qendra e disa prej bizneseve më të rëndësishme në Rangvendi, ndërkohë që strehon bizneset më të mëdha në Rang Qarku, të gjitha të zotëruara nga bijtë të Bashkisë Dimali. Raporti na rendit të 90 në Rangvendi për prodhueshmërinë për punonjës. Një tregues ky indeksit të performancës ekonomike dhe të renditur të 20 për pagën mesatare në Rangvendi. Raporti nuk përmend që ne gjenerojmë gati 10% e eksporteve bujqësore të gjithë Shqipërisë, gati 50 milionë euro eksporte në vit. Nëse kjo ekonomi e gjeneruar do t'i kthej nëpërmjet taksave të ndara në sistem vendore, ajo do të ushtronte me përgjegjësi të plot funksionin e ndarjes së grandave për fermerë. Gjithashtu ekspertët thonë se renditemi të 26 në vend për indeksin e IPI-s, pra performancën ekonomike, që është treguesi që jep tablon se shtëpia jone e përbashkët plotson parakushtin për vetë funksionim si në afat mesëm ashtu dhe në afat gjatë. Rezulton të renditemi të parët në Rang Qarku për këtë tregues. Demografia. Censusi i vitit 2023 tregoi se kemi një popullsi në rritje, ndër të paktat bashki në vend me këtë tregues, ndërkohë që sipas raportit Qarku ka një ulje të popullsisë në rreth 0.7% dhe vendi një ulje prej 15.2%. Evidenca tregojnë se ne renditemi të 20 në Rangvendi për numrin e popullsisë. Sipas indeksit të mbulimit urban të përcaktuar në raport, jemi të renditur të 31 në Rangvendi, të 3 në Qark, dhe raporti na nxjerr mjaftueshëm urban. Mungesa e analizës apo studimit për avantazhet e propozimit, mungesa e projekcioneve të së ardhmes së njësisë së re të dalë nga propozimi, mbi efektet e mundshme në zhvillimin e hapësirës sonë administrative, efektet e shërbimeve ofruar qytetarit e bëjnë të pavlefshëm propozimin për të konsideruar. Përfundimisht, për të gjitha arsyet që parashtrova, shpreh qëndrimin tim kundër propozimit të Komisionit të Reformës Territoriale. Ky qëndrim vjen si detyrimi mbrojtjes interesave të qytetarëve të Bashkisë Dimali, detyrimi i cili rrjedh nga lidhja e veçantë me ta dhe në përmbushje të betimit të bërë mbi kushtetut përpara marrjes së këtij mandati. Pra Dimali, si njësi vendore që vetë funksionon dhe ka një performancë të lartë ekonomike, duhet të vijojë të jetë njësi vendore më vetë. Këtë jetë do të bëjmë në kohën ligjshme normalisht, por vrejtje ka, nëse s'kendron për ju në them, do t'jeni më aktiv, më të bashkuar, mbështetjen tonë do ta kemi.
Përsa i vërtet i fakti, nuk ka të majtën pjatë, asë në shqipin fashnisë, asë të rëdoj qytetarë, ne nuk u falënderojmë kështu, themi që ju si administratë ju shkëqeni, por krahasor me të tjerë, ju qeni në të tjerë. Faleminderit. Populli nuk ka ngjyra politike, ka jetike. Dhe përballë çështjeve jetike, duhet ishin këtu, me argumenta dhe në mbështetje. Veç shpopullimit të zona rurale, kjo, sipas meje, avantazhon dhe në grabitje të pasurive nesër me kalimin e kohës. Kemi paketën e maleve, përposimi i tanishëm, 7502, 7501, po vjen 7502, e maleve, do e paketë e fushave, e deteve, do jemi jabanxhi në shtëpi tonë. Nuk do kemi mundësi të shkojmë te pronat, te tokat, tek ato ku nuk kishim pasuri e përbashkët, komuniteteve. Sepse do të vi dikush i marrë, një huaj, një oligark, që nësi ka kjo, por një nga përvohet njësër e drejta, e pronës së përbashkët, që ne në 2026-2027, në 2030 duhet të paksohemi apo në. Unë shprej që ndrejnë tim kundër dhe jam në mbështetje të identitetit tim. Të kësaj zone, bashkia duhet qëndrojë i marrë. Nuk bëhet fjalë. Faleminderit.